Një lajm i dhimbshëm ka tronditur thellë botën e muzikës shqiptare. Këngëtari i mirënjohur Shemsi Krasniqi, i njohur gjerësisht për publikun si shemi i grupit legjendar Ilirët, është ndarë nga jeta, duke lënë pas një boshllëk të madh dhe pikullim të thellë të familjarët, miqt, kolegët dhe adhuruesit e shumtë të muzikës së tij. Sipas raportimeve të para, artisti është gjetur i pajet në banesën e tij, dyshohet pas një sulmi në zemër, ndërsa rrethanat e sakta të ndarjes nga jeta ende nuk janë bërë publike. Shemi ishte një nga zërat më të fuqishëm dhe më përfaqësues të muzikës shqiptare, një artist i rrallë që la gjurmë të pashlyeshme në historinë e këngës son kombëtare. Ai do të mbetet përgjithmonë në kujtesën kolektive si njeriu që i dha shpirt, identitet dhe jetë një prej këngëve më emblematike shqiptare, Xhamadani Via Via, një këngë që u shndërrua në simbol kombëtar, e kënduar brez pas brezi në festa, koncerte dhe momente historike për shqiptarët kudo në botë. Grupi Ilirët, me Shemsi Krasniqin në krye, ishte një nga shtyllat më të rëndësishme të muzikës shqiptare, duke sjellë këngë me fryma adhetare, emocionale dhe identitare, të cilat u bën pjesë e pandashme e trashëgimisë son muzikore. Ikja e Shemit është një humbje e madhe për artin dhe kulturën shqiptare, por zëri dhe vepra e tij do të jetojnë përjetë. U presh në paqe, Shemi. Muzika jote nuk do të harrohet kurrë.